dhe vazhdon të jetë një udhërrëfyes se ku jemi sot dhe ku duam të jemi nesër. Mbështetja që kemi pas nga Bashkimi Evropian ka qenë thelbësore. Me projektet e BE-s janë përkrahur qendrat mësimore. KDI-ja do thot ka përfitu ndoshta edhe më shumë nga ndikimi ansor apo vizioni që nesër Kosova të arrijë standardet e BE-s. Do thot për neve do thot ka qenë një udhërrëfyes se ku jemi sot dhe ku duhet dhe vazhdon të jetë një udhërrëfyes se ku jemi sot dhe ku duam të jemi nesër. Dhe ndoshta kjo është do thot ai ndikimi më i madh që ka pas në kulturën edhe zhvillimin e KDI-s. Nëse sot e marrën edhe shohim cilën do analizë të KDI-s, e shohim që KDI-ja gjithmonë insiston dhe rekomandon për afrimin si të legjislacionit, si të kulturës institucionale, po edhe të kulturës qytetare afër kulturës evropiane, sepse aty synojmë që nesër të jemi edhe ne pjesë. Duke marrë për bazë faktin që Bashkimi Evropian është donatori kryesor në Kosovë, natyrisht që mbështetja që kemi pas nga Bashkimi Evropian ka qenë thelbësore për zhvillimin e GLPS-s ndër vite. Ne krahas mbështetjes financiare që kemi marrë nga Bashkimi Evropian, shumë shpesh jemi bërë bashkë edhe për iniciativa të ndryshme ku kemi reaguar për tema të ndryshme. Prandaj mbështetja e Bashkimit Evropian nuk ka qenë domosdoshmërisht vetëm financiare, por mbështetja e Bashkimit Evropian ka qenë edhe përpjekjet e tyre ndër vite që të rrisin rolin e shoqënisë civile, të rrisin përfshirjen tonë procese të rëndësishme qofshin legislative ose politikë bërjes. Projekte të BE-s, të cilat i kemi zbatuar ne dhe që kanë pas për qëllim përkrahjen e përfshirjes ose integrimit të fëmijëve nga komunitetet Roma Shkali Egjiptian, po edhe nga grupe tjera të marginalizuara në sistemin e arsimit, kanë ndikuar dhe kanë pas rezultate të jashtëzakonshme. Me projektet e BE-s janë përkrahur me vite të tëra qendrat mësimore që kanë qenë qendra me bazë në komunitet për të i përkrahur fëmijët dhe familjet për integrimin e tyre në shoqëri, po në veçanti në sistemin e arsimit. Unë mund të them që në vitin e largët, 2003-2004, numri fëmijëve nga komunitetet Roma Shkali dhe Egjiptian që kanë ndjekur arsimin e mesëm të lartë, shkollën e mesme, ka qenë shumë i ulët. Një përqindje tepër e ulët. Sot kjo përqindje në nivel të vendit është spaku është e pesfishuar me atë që ka qenë, qëndron dikun tek vlera e 80%. Pra, kemi normal tentohet që kjo me u përmirësu edhe më shumë. Pra, sot kemi fëmijë nga këto komunitete të cilët kanë përfituar bursa nga projektet e BE-s për vazhdimin e shkollimit.